Mirë, kam harru me registru videon, do me thënë meditimin e parë që kemi ba, pra kam ba këtë video edhe sepse thjesht kam lexu një meditim, e të ishe lexoj, ishtu është edhe ma thjesht për ju ndoshta me ndjek që nuk keni veç me lexu. Okej. Por qysh nesër do të regjistrojmë, do me thënë krejt ishtu takimin në Zoom. Mirë. Këto ditë të kërkojmë të hysh në një marrëdhënie më të thellë me fjalën e Zotit. Fjala e Zotit është e gjallë, flet fjala e Zotit. Edhe nuk del mode, është e amshuar, por në të njëjtë kohë është personale. I flet të sotmes se sotme dhe të tashmes tande, personalisht. Edhe kemi zgjedhur me moter Jolanden një pjesë prej Ungjillit të Markut shumë e fortë, që flet për shërimin. Për shërimin, fikse sepse jemi në një kohë në të cilën tanë botën ashtu duke kërkuar një shërim. Papa Francesku në fjalimin që ka thënë me 27 marsit, ka në një pjesë të tij ka thënë besonim se mund të jetonim shëndoshe mirë në një botë që ishte të sëmur. Edhe atëherë kam menduar se kjo mund të ishte një pjesë e mirë për të na shoqëruar këto 3 ditë. Bota nuk ka fillu të jetë sëmur nga koronavirusi. Ka qenë gjithmonë e tillë, e sëmur prej ndotjes, varfërisë, padrejtësisë, egoizmit. Dhe as ne nuk e kemi zbuluar praninë e sëmundjes në jetën tonë me koronavirusin. Absolutisht, disa prej nesh e kanë përjetu sëmundjen personale ose sëmundjen e disa të afërmve. Pastaj ka edhe, nëse mund të themi kështu, një sëmundje më të rande, më të thellë, më të rrezikshme, që është mekati ynë. Përballë gjithë këtyre sëmundjeve, vetëm një shpëton, vetëm një shëron, Krishti. Edhe në pjesën që sot do të lexojmë, Krishti shëron. Pastaj një gjë tjetër shumë e rëndësishme është që jemi të përgatitur për Pashket. Çfarë janë Pashket? Janë fitorie madhe mbi vdekjen. Secili duhet të jetoj Pashket e veta, i mbyllur në shtëpi, por si një ngjarje madhe lirimi dhe shërimi, pas kreshmeve gjatë të cilave kemi reflektuar dhe luftuar me mëkatin. Edhe sigurisht jemi të jetu kreshmet më të çuditshme, më të veçantë të jetës sonë. Le ta kërkojmë dhuratën e Shpirtit të Shenjtë, që të mund të shërojë plaget tona, që të mund të shërojë zemrën tonë. Eja o Shpirti i Shenjtë, ndriçoj mendjet tona. Mbushi me hirin tan zemrat që ke krijuar. Eja o Shpirti i Shenjtë, hapi zemrat tona, na bëj t'i prekim sëmundjet tona, plaget tona. Sepse në ty dhe në për ty çdo gjë gjen jetë, gjen shpresë, gjen shërim. Amen. Le të dëgjojmë pjesën e Ungjillit. Jemi në kapitullin e 5 e Ungjillit sipas Markut, edhe jemi në rresht 24. Rresht 24 deri 34. I shkonte pas një turme madhe dhe furej rreth tij nga çdo anë. Një grua ishte e sëmur 12 vjet nga derdhja e gjakut. Hoqi shumë keq ndër mjek të ndryshëm e shpenzoi gjithçka pati pa far dobie. Mu ishte edhe më keq. Ajo kishte dëgjuar për Jezusin, hyri në turmë e pas shpinës ja preku petkun Jezusit. I thoshte mendja,
nëse ja prek vetëm petkat, du të shërohem. Aty për aty, ju ndal gjaku. E në trup e vetë, ndjeu se u shëruar nga sëmundja. Jezusi për një herë e ndjeu në vete fuqin që shpërtheu prej tij. U sol në midis të turmës e tha: kush mi preku petkat? Nxënësit e tij përgjigjen: po as e shef popullin si të furet në katër anet, e thua kush me preku? Ai rrethoi me sy për të parë ata që kishte prekur. Gruaja plot frikë e tmerr, sepse e dinte se qingjau, u ofrua, ra me fytyrë perdhe para tij dhe tregoi tërë të vërtetën. Ai i tha: bi, feja jote të shpëtoi, shko në paqe, dhe i e shëruar nga sëmundja jote. Juftoj me lexu të paktën 2 herë këtë pjesë para se me fillu meditimet tuaja. Këtë lexim do të ndajmë gjatë këtyre ushtrimeve shpirtërore që ti ke zgjedhur me bë në 4 pjesë. Unë personalisht sot do të ndalem në rreshtat e parë. Edhe do të shikoni se edhe me një pjesë kaq të shkurtër, ne mund të flesim edhe 3 ditë, sepse fjala e Zotit është shumë e pasur. Para se të fillojmë, duhet të themi se është mrekullinë që kemi dëgjuar, është një mrekulli brenda një mrekullie tjetër. Është si një paninë. Marku ka ndërtuar një paninë. Është fillimi i një mrekullie që flet për një vajzë 12 vjeçare që është në fund të jetës. Vjen i ati dhe i kërkon Jezusit të shkojë me të për ta shëruar. Ndërsa Jezusi është të shku me këtë burrë, të shëru vajzën e tij, Xhairo quhej burri, një grua e semur prej 12 vjetësh merr një mrekulli. Pastaj, e që është gruaja jon. Pastaj Jezusi shkon në shtëpinë e tij, e atit, e Xhairos, dhe ringjall vajzën 12 vjeçare, që ndërkohë kishte vdekur. Okej, pra është fillimi i mrekulli për vajzën, mrekulli i grus që hum gjakun, që kemi dëgjuar tesh, edhe pastaj është përfundimi i mrekullit të vajzës. Pra, janë 2 femra dhe 2 12. Vajzë e vogël është 12 vjeç. Moshë që për shumë shekuj është konsideruar si mosha kur njeriu piqet, martohet. Dhe kjo vajzë nuk i arrin të bëhet e rritur. Edhe ne shpesh kemi frikë të bëhemi me të vërtet të rritur. Kemi frikë të bëhemi autonom, të mos kemi ndihmën e dikujt, të ecim vetëm. Ajo vajzë që vdesë është simboli i shumë të rriturve që nuk rriten sepse jeta i trembë. Dhe Krishti shkon atje dhe e shpëton. Pastaj është gruaja jon, e semur prej 12 vjetësh. Pra, gjithmonë. 12 do të thotë gjithmonë, sepse për hebrejtë çdo numër është i lidhur me një koncept. Edhe numri 12 është numri i gjithkas në kohë dhe në hapësirë, sepse 12 janë muajt i vitit, 12 janë fiset e Izraelit. Pra, kjo grua ka një jetë krejt të semure, 12 vite. Edhe nuk shpëton asgjë. Cilat janë edhe nuk e di nëse keni kuptuar se çfarë sëmundje e ka. Hum gjak, nga ku? Nga gjenitalet, nga vagina. Do të thotë që është një grua që nuk mund të bëhet nënë dhe nuk mundet as të prek as kënd. Aq me pak një burr, sepse për ligjin hebraik gruaja gjatë menstruacioneve ishte e papastër. Edhe ajo është si një grua që ka pas për 12 vite menstruacione, vazhdimisht pa ndërprer. Pra, një grua pa burr, pa fëmijë, e semur gjithmonë, e papastër. Një grua që nuk mund të jetojë të qenurit e vetë grua. Gruaja
zakonisht është ajo që do, që përkëdhel, që përqafon, që pranon, që lind jetë, pavarësisht nëse është e martuar apo jo. Kjo është një grua, jo grua. Edhe kujdes, sepse në fund e fundit, sëmundja vërtet është për të pamundësia e saj për të qenë vetvetja. Dhe jeton në një gjendje sëmundjeje të plot dhe turperohet. Kjo grua në turmë zbarritet në tokë dhe prek Jezusin nga shpatula, në shpatula, si hajdut. Për çfarë është duke folur Marku? Marku është të fol për plagët e mia. Dhe të gjithë ne jemi të plagosur. Janë disa që thënë, ja, unë jam mirë, nuk kam probleme, nuk kam vështirësi, jam krejt mirë. Të gjithë jemi të sëmurë. Edhe ata që duan gjithmonë të marrin jetën me lehtësi, të bëjë shaka, të qeshë, të gjithë kemi një frikë të madhe që të mos mund të jemi me të vërtet vetvetja. Kjo grua nuk jeton si grua, por zbarritet, të turperu. Edhe unë shpesh jetoj brenda vetes një situatë të shtrember. Një marrëdhënie me një person, për shembull, që me heq paqen, që me krijon varësi, ose një frikë se të tjerët do ta kuptojmë se brenda meje ka disa plagë, se të tjerët nuk do të pranohem, prekem dhe të tjerëve, jetoj me një maskë prej frikës. Jetoj me frikën, për shembull, se nuk do të jem i përshtatshme, se nuk do të jem në lartësinë e duhur, mu ba burr, grua, ose për të fituar në jetë, për të bërë ata që ndroj. Edhe zhvendos gjithmonë momentin e vendimeve të mia. E zhvendos gjithmonë tek të tjerët shkakun e problemeve të mia. Jam egoist, jam instinktiv, jam sipërfaqësor. Në këtë pjesë flitet për një grua që e ka aparatin riprodhues të plagosur, të shterp. Më falni që po je lejoj vetes, sa plagë kemi brenda vetes të lidhura me seksualitetin tonë. Të gjithë. Ka njerëz që kanë frikë të jetojnë seksualitetin e tyre, që janë të bllokuar për të dashur një person tjetër. Ose ka njerëz që ka problem serioze me masturbim dhe me pornografin, varsin. A keni vëre i tesh Pornhub? Është shpërkthy, ka shumë hyre për ditë, shumë njerëz në këtë kohë heshtje e vështirësi, të gjithë shkojnë në Pornhub. Ka njerëz që kanë marrëdhënie seksuale dhe jetojnë me bindje, por pastaj e hanë për brenda gjenjat e fajit. Ka njerëz që jetojnë seksualitetin e tyre në mënyrë të çrregullt dhe nuk arrin ta gjestisin, ta menaxhojnë. Përfundojnë në sit që ta shpifin, por nuk arrin të bëjnë pa to. Bëjnë gjëra që nuk duan ta bëjnë. Plag, sëmundje. Por kujdes, këtu duhet të bëjmë dallimin e parë të madh. Në çdo sëmundje, edhe në koronavirusin, ka simptoma dhe sëmundje. Në Ungjil, kur gruaja shërohet, Marku thot, ju ndal gjaku, e në trupin e vetë ndjeu se u shërua nga sëmundja. Ju ndal gjaku, një gjë, simptom, edhe në trupin e vetë ndjeu se u shërua. E dallon derdhjen e gjakut, simptom, nga sëmundja e vërtet e thellë. Frikat e mia, ankthët e mia, bllokimet e mia, sipërfaqësia ime, turpi im, ose varësitë e mia nga loja, nga interneti, varësitë e mia seksuale, janë simptoma, nuk janë sëmundja. Nëse unë punoj vetëm me simptoma, nëse marr vetëm paracetamolin, për shembull, por nuk kuptoj pse kam ethe, herët avon do të vdes.
Hapi parë është të kuptoj simptomat e mia dhe nga njëherë është të vështirë edhe kjo. Por pastaj të shkoj të sëmundja. E ashtu sikurse kjo grua është një grua që nuk jeton si grua, po ashtu çdo sëmundje lind nga një gënjeshtër në jetën tonë. Cilat janë gënjeshtra e mëdha të jetës sime? Falsitetet e mëdha që bartë për brenda, që pësojnë nga jashtë, që më shtypin. Shpesh gënjeshtra e madhe është suksesi. Në marrëdhënie, në punë, dëshira për të dalë në pah, frika për të dështuar, të ndjerit i vogël. Me duke që Jezusi kur ka thënë në Ungjil, lumë ata që do të kenë sukses, sepse e atyre është mbretëria qellore. Krishti thotë, lumë ata që duan, vetveten, të afërmin dhe hyjnë. Lumë ata që ndihen të dashur dhe duan. Të gjitha mëkatet që lindin janë simptoma. Pra, cilat janë simptomat e mia dhe cila është sëmundja ime? Cilat janë plaget e mia dhe cilat është gënjeshtra që më shtyp? Edhe kjo është kryesore. Për shembull, edhe për punë masturbimin. Janë disa që kanë probleme me masturbimin. Mirë. Por masturbimi është simptom, është diçka më e thellë brapa. Ti ke me punu rreth gënjeshtres, rreth problemit kryesore që është në thellësi, jo për masturbimin. Masturbimi është pasoja. Kjo është hapi i parë për të shëruar, të pranoj sëmundjen. A dini se çfarë ka ndodhur për shembull në Kinë? Kur kanë kuptuar se ishte këtë virus, këtë pandemi, kanë kaluar shumë javë para se me pranu që me të vërtet ishte një pandemi. Edhe kjo ka qenë një problem i madh, sepse nuk e kanë kap me njëherë. Mirë. Edhe një tjetër ide dhe po e mbyll. Ungjilli i Markut është më i shkurtri. Flet pak Marku. Por kur flet, çdo fjalë është plot me kuptim, edhe Marku thot një gjë interesante. Hoqi shumë keq ndër mjek të ndryshëm, e shpenzoi gjithë çka pati pa far dobie. Por ishte edhe më keq. Me një fjali Marku na thot, shpesh përpiqemi t'i kurojmë sëmundjet tona me ilaçe të gabuara. Madje me ilaçe që e përkeqësojnë gjendjen tonë, që na heqin identitetit tonë, na heqin gjithçka. Sa zgjidhje të rreme për sëmundjat tona. Shpesh ne përdorim telefonin për të mos menduar, për zbrazëtin që kemi brenda. Shpesh u besohemi personave që në vend që të na ndihmojnë, na shkatrojnë jetën edhe më shumë. Edhe bëhemi tapeti që pastron këmbët e disa personave. Shpesh u besojmë maskave që na ndihmojnë vetëm që të mos mendojmë për problemin, jo që na zgjidhin atë. Unë bëj ato që ndjej, bëj ato që dua, por brenda meje e di se jam tu ik dhe jam tu e zgjeruar problemin. Një kur e vërtetë ndoshta ma jep dhimbje, por me kujton se kush jam, më qartëson të vërtetën, ndoshta me dhimbje, por i rregullon problemet e mia. Atëherë duhet të bëjmë 4 hapa sot. Hapi parë, të pranoj se kam nevojë për shërim. Të dëshiroj të bëj një hap më tej në jetën time, të mos kënaqem me situatën time aktuale. Hapi i dytë, të pranoj plaget e mia, simptomat e mia, varësitë e mia, që prekin trupin tim, jetën time, që më bëjnë të turperohem. Hapi i tretë, ta njoh sëmundjen time,
gënjeshtrin ose gënjeshtrat që më heqin paqen, që me shtypin iluzionet e mëdha. Hapi 4 i fundit është t'i njoh ilaçet e rreme që përdor çdo ditë, që në të vërtet nuk më shërojnë, por e zhvendosin problemin ose e zmadhojnë problemin. Pra, kam përfundu. Tani ju kërkoj të bëni heshtje. Vërtet, personalisht, të paktën 20 minuta. Te kam dërgu një sked me reflektimin, është përmbledhja për qa kam thënë deri tesh, janë disa pyetje, është edhe një ushtrim shpirtëror të vogël. Sot ne kemi ba hapi parë i këtij rrugëtimi, që du të në bëjë të kuptojmë domethënien e shërimit shpirtëror. Nesër, pas nesër, do të dëgjojmë hecjen, që vazhdon. Kush dëshiron mund të bashkëndajë skeden e vetë, apo reflektimet e veta me të tjeret, me mu personalisht, në WhatsApp, në Facebook, në Instagram, ku dëshironi, ose edhe me të tjeret, nëse na kërkoni ne mund të organizojmë edhe në Zoom, një dhomë, një takim, një meeting, kur mund të bashkëndajmë të gjithë së bashku. Do t'ju dërgoj edhe një skem me jetu udhën e kryqit, kur dëshironi ju. Është një udhë e kryqit e bukur, është menduar fix për të rinjtë, edhe mund të jetonin atë vetëm ose me familjet tuaja. Ju lutem, bëni heshtje, bëni qetësi. Lexoni prap Ungjillin që kemi dëgju, edhe do me thënë, tani fjalë e Zotit ka me fol personalisht me ju. Për çdo që jemi me ju. Takimi në radhë do të jetë nesër në mëngjes në orën 10:30 në meeting që e keni numrin, e keni kodin. Okej? Mirë, faleminderit, pafshim.